e Kuvendit të Republikës zonja Albulina Xhiu, nënkryetar Ardian Gola dhe ju nënkryetar të tjerë të përsa zgjedhur. Më lejoni që t'ju përgëzoj të gjithëve për konstituimin e Kuvendit të Legjislaturës së 10 dhe për funksionet dhe përgjegjësitë e reja që keni marrë. Ju faleminderit të gjithëve për përkushtimin që tregonin ndaj shtetit tonë të përbashkët. Këto dy seanca po i mbajmë pas ditën e mbrëmjes sonte, sepse këto ditë po zhvillohen seancat e fundit të procesit gjyqësor ndaj drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Kërkesa e prokurorisë për dënimin prej 45 vitesh burgim për secilin, ku përfshihen edhe pretendimet për krime kundër njerëzimit, është orvatje që bie ndesh me të vërtetën dhe mohon kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare. Qëndrimi i Qeverisë së Republikës Kosovës që unë drejtoj është i qartë. Në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare. Ato i ka kryer regjimi i Jugosllavisë së Serbisë nën Milošević. Kjo është e dokumentuar dhe e njohur ndërkombëtarisht. Barazimi mes drejtuesve të UÇK-s dhe të një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm. Është trembrim faktik e historik. Për familjet e viktimave është i padurueshëm përveç se i papranueshëm. Të nderuar deputet, një muaj e gjysmë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, jam i nderuar që para jush të paraqes ekspozen për mandatin e ardhshëm si kryeministri i Republikës. Me që shumica e elementeve programore dhe zotimeve konkrete tashmë janë paraqitur publikisht në këtë sallë me 26 tetor, do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe të prezantoj kabinetin e ri qeverisë. Këto gati 5 vitet e fundit, nga të cilat pothuajse një vit si qeverinë e detyrë, pra pa kompetenca të plota, kemi ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon, përkundër sfidave globale si pandemia, kriza energjetike dhe inflacioni, me një rritje mesatare reale prej 6% të bruto produktit vendor, duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Kur e morëm përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Vjet me punë të ndershme dhe politika të drejta ka rritur në 11 miliardë euro. Ndërkaq projektojmë që si vjet bruto produkti vendor të arrijë në 12 miliardë euro. Për herë të parë në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banore në Kosovë do ta tejkaloj vlerën prej 10.000 euro. Sfidën e inflacionit që i ka goditur të gjithë, kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetaren dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar, me fokus të rinia dhe gratë, si dhe kemi arritur që të ardhurat e familjes të ngriten duke